në jetën dhe në veprën e nanës Tereze, sikur të kishte dashur Zoti të ja jepte gjitha të mirat që mund të ketë një popull dhe një kishë katolike, dhe atë ta bënte përfaqësuese të denj të lashësisë son, të martirizimit ton, të sfidave, baticave dhe zbaticave shekullore, pra edhe këto të fundit, dhe të ishte një lloj mirënjohje që qielli na jep për të thënë se vujtjet, psimet, mundimet, sfidat, martirizimi i juaj është pranuar dhe po shpërblehet në jetën dhe veprën e nanës Tereze. Është hera e parë që një murgesh apo një motër katolike themelon 5D dhe vetë ajo dhe motrat e saja mirën me gjitha të ligat e botës së sotme, edhe të varfërve, por edhe të pasërve. Arriti hinduistët, budistët, muslimanët, të krishterët, ateistët t'i bëjnë së bashku në gjitha institucionet. Tashma është zyrtare. Papa është fjala e fundit e kishës, ai e ka nënshkruar dekretin kur konstatohet, sikur se kanë konstatuar 13 mjek nga vendet të ndryshme të botës dhe nga përkatësitë kombëtare dhe fetare të ndryshme, se 35 vjeçari brazilian, i cili ishte në komë dhe kishte gjendjen kritike edhe për të mbijetuar, sepse kishte një sulm në kokë dhe plus asaj ishte edhe derdhja e ujit në atë pjesën e jetës apo në pjesën vitale të trurit të njeriut, atëherë mjekët vendosën që s'ka tjetër, para disa kohë kishte bërë transplantimin e veshkëve, prandaj gjendja paraqitej dhe sa ne s'kemi zgjidhje tjetër, por provojmë këtë edhe pse gjasat për të pasur sukses kirurgjik janë të vogla. Kur është në sallën e operacionit, për arsye teknike u desh ta nxjerrin dhe ta kthejnë. Në atë kohë, gruaja, bashkëshortja, me një prift dhe me disa miq ishin në spital dhe në kapelën kishën e vogël, kishin shkuar në lutje dhe i thonin nanën Tereze, nana Tereze, ndihmoje, mjekoje e shëroje këtë pacient. Kryt të gjysë u menjanun ato gjëra teknike që mungonin në sallën e operacionit, kur erdhi kirurgu e gjeti në shtratë që ishte ullur me plot vetdije dhe pyeste pse jam këto. Po e dinë edhe një dëshmitar të gjendjes aktuale si në Kosovë si në Shqipëri. Është një farloj periudhe trubull si pasojë e grindjeve të vazhdueshme politike. A mund të konsiderohet shndrimi i nanës Tereze ndonjë mesazh edhe për politikën edhe për njerëzit e të dyja vendeve, të Kosovës dhe Shqipërisë? Në një situatë të mjegulluar, si të Shqipërisë, si të Kosovës, e mund të themi prandaj edhe të popullit shqiptar në diasporë, na vjen një dhuratë, na vjen një personalitet i cili na dëshmon dhe na thot ato 3 parimet të cilat ajo nga katedra e Paçës me 10 vjetor të vitit 1979, kur e mori shpërblimin Nobel pati thënë. Dhe ato janë: vetëm dashuria do ta shpëtoj botën, ta përkthej në Shqip, vetëm dashuria do ta shpëtoj popullin shqiptar, pa dashuri dhe flijim jeta s'ka kuptim, dhe flijime kemi, duhet ta shtojmë dashurien në flijime, sepse kryposja i jep shije gjellave dhe veprat e dashurisë janë veprat e Paçës. Dhe nërqeshtë të kthehemi edhe pak te Kosova. E dim që Kosova ende nuk ka marrë njohje nga Vatikani. A keni informacion nëse Vatikani do ta njohë Kosovën? Një gjë e di që Kosova nuk ka emëruar asnjë personalitet i cili do të ishte i ngarkuar për të pasur kontaktet zyrtare me atë, ndërsa Selia Shenjti këtë ka bën qysh me para 3 vitesh, sepse delegati apostolik në Sloveni, apo nunci apostolik në Sloveni, është delegat apostolik për Kosovë. Njëkohësisht e ka detyrën atje si nunc, këtu tek ne si delegat apo përfaqësues i Papas për Kosovën. Por shpresojmë dhe urojmë që edhe kjo do të ndodhë. Gjërat që nuk janë në dorë tonë, ato nuk duhet të na brengosin dhe të na shqetësojnë.